Unë do të veçoja diçka që ka ndodhur para kohës kur unë isha kryeredaktor. Për një koleg timin, për shkrimet e tij për Tetovën. Ishte Ali Aliu, akademik Ali Aliu, atëherë gazetar, kolegi ynë, dhe në vitin 1967 shkroi 3 artikuj me një mbititull të njëjtë, Tetova shikuar së afërmi. Këta 3 artikuj në fillim kaluan pa bezhurmë, pa u ndier, por shumë shpejt pastaj u ngrit një vrundull, një masë, u ban problem jashtëzakonshëm, sidomos në Tetovë, po edhe në Maqedoni. Kishte shumë reagime. Unë nuk kam parë, unë 40 vjet kam qenë gazetar, por nuk kam arritur kur që ndonjë artikull im të kishte kaq jehon të madhe. Fjala ishte për të drejtat shqiptarëve, barazinë e shqiptarëve, dhe ai e kishte nxori të vërtetën lakuriqe, ashtu si ishte. Dhe kjo ishte për herë të parë, pas shumë vjet që ne lavdëronim Bashkim Vllazërimin dhe barazinë e kombeve kombësive në Jugosllavi dhe këtu në Maqedoni. Këto bën një kthes të madhe në gazetarinë, sepse i nxiten shumë gazetarë të tjerë që të merren, që punët të shikojnë në këtë mënyrë. Reagimet ishin të shumta, por falë edhe kryeredaktorit të atëhershëm, Lutfi Rusi, i cili i botoi ata, ai ashtu si i botoi, ashtu edhe i mbrojti. Dhe ja doli. Dhe nuk patëm asnjë pasojë. Çfarë e çoi që ajo gazetë pas disa dekadash që mos funksionoi më? Kjo është gjë e çuditshme. Po Flaka ishte mësuar të jetë e financuar nga shteti. Ma në fund si çdo gazetë tjetër, edhe Nova Makedonia ishte e tillë. Edhe ajo pësoi disfat të madhe. Edhe Nova Makedonia, që ishte gazeta më e madhe dhe e përditshme në Maqedoni, edhe ajo pësoi fiasko. U mbyll një kohë. Pastaj doli në miniaturë, edhe sot ashtu del. Ishte tradita e vjetër e financimit nga ana e shtetit. Gazetat këtu te ne nuk kanë pas një tirazh të madh që të fitojnë me shitje. Tirazhi i madh bie dhe reklama më shumë të ndërmarrjeve dhe subjektive të tjera. Kështu mbeti pa burime dhe ishte e detyruar që të mbyllej. Unë nuk kam qenë në atë kohë, por kjo është e vërteta. Unë do ta veçoja gjuhën. Para së gjithash dhe shumë para çdo gjëje tjetër, Shqipen e pasur dhe Shqipen e pastër. Për këtë, nga kjo sëmundje vuajmë. Ç'është e vërteta nuk vuajmë vetëm ne, vuajnë edhe shqiptarët e Shqipërisë. Kuptoni? Ata, për shembull, shpesh herë nuk din të dallojnë kush dhe cili. Mendojnë se kush dhe cili është e njëjta pyetje. S'është e vërtetë. Ndonjëherë është, po ndonjëherë s'është. Mund të thomi cili njeri. Po kush njeri s'themi. Në këtë qytet ishe. Po si thuhet në këtë qytet ishe? Në cilin qytet ishe? Të tjera. Pra gjuha ka njerëz të cilët i vënë shumë rëndësi gjuhës të gazetarit, të gazetarisë. Dhe ushtrohet një ndikim shumë i madh.
pa gjuhën nuk mundet të jesh edhe i lindur për gazetar, pa gjuhë të pastër dhe të pasur, nuk mund të arrish atë që do të kishe mund të arrish duke i pasur edhe këto dy epitete. Këtë përvjetor, pra ditën e sotme me 4 prill, që gazeta Flaka më vonë që kështu u quajt, më herët si Flaka e Vllazërimit, pra shënon 80 vjetorin e numrit të parë të daljes së kësaj gazete. Kjo datë pikërisht viti 1985 më kujton vitin kur unë për herë të parë u punësova si gazetar në këtë gazetë. Gjatë këtyre viteve, sa një 10 vjeç sa kam punuar në gazetën Flaka, atë e ndaj në 2 periudha. Njëra ka të bën me vitet e fundit të sistemit të mëparshëm komunizmit dhe 5 vitet, përkatësisht 6 vitet tjera, kanë të bëjnë me vitet e para të demokracisë. Do thotë, ishin dy sisteme ndryshe që do duhej ndryshe të punojnë në njërin sistem dhe ndryshe në sistemin tjetër. Cilën sferë keni mbuluar? Në fillim jam marrë kryesisht me çështje sociale, siç ishte në atë kohë, ja themi, sindikata aktive që merren me problemin e punëtorëve të drejtave të tyre. Mandej mbi 5 vite e tepër kam përcjellë Parlamentin e Republikës së Maqedonisë në ato kohë, do thotë në atë periudhën e demokracisë. Ideja ishte që të vlerësojmë këtë periudhë të gjithë gazetarëve dhe shtypit mediatik shqiptarëve në Maqedoni si të vetëm, e cila fatkeqësisht sot nuk funksionon, por për fal kontributit që kanë dhënë të gjithë doajenët e gazetarisë shqiptare, e pam të arsyeshme me rastin e këtij viti jubilar, 80 vjetorit, ta organizojmë një ceremoni ekspozit apo mini akademi themi përkujtimore për hir të kësaj periudhe të rëndësishme të gazetarisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Gjatë kësaj periudhe ka pasur interes për të parë arkivat e gazetave nga qytetarët e thjeshtë, por edhe nga studiuesit? Unë jam në këtë pozitë si drejtori i bibliotekës në një periudhë relativisht të shkurtër. Në bazë të asaj që jam i informuar, biblioteka e qytetit posedon një arkiv të bollshëm dhe të pasur të gjitha gazetave, në veçanti të Flakës, mirë po fal kushteve dhe rrethanave hapësirës ngushtë që e kemi, ne kemi në të arkivuara disa pjesë, por nuk janë për hir të vërtetës, nuk janë të sistemuara. Shpresojmë, mbajmë shpresë edhe atë se do të dalim ndoshta në një periudhë relativisht të shkurtë në hapësirat e reja dhe atëherë do të kemi mundësi që të ekspozojmë dhe për gjithë ata që kanë interes për këtë periudhë të së kaluarës, të kenë mundësi të shfletojnë dhe të shohin arkivin e gazetës Flaka. Një iniciativë që kemi në plan të ndërmarrim sa më shpejt dhe që duhet të veprojmë ndoshta brenda këtij viti është që ne do të fillojmë bashkë me kolegët dhe stafin e bibliotekës të bëjmë skanimin, gjithsesi ruajtjen digjitale të gjithë gazetave, sepse për hir të vërtetës me kalimin e kohës edhe varësisht prej kushteve ku ata magazinohen dhe ruhen, rrezikojmë që një pjesë të mirë të materialit t'i humbim. Prandaj do bëjmë përpjekje maksimale në këtë drejtim, varësisht prej mundësive dhe rrethanave që i kemi, që të bëjmë digitalizimin e gjithë gazetave në kuadër të bibliotekës. Kam pas pati të jem në Flak pas shefës së murit në Berlin, kam pas 1993, edhe në Flak jam si të them vjen mirë që kam punu në atë Flakën e cila në te ka punu një tek i Dervishi dhe një shumë Gërvalla dhe mburëm me atë që në Flaka i vetmi me diun që ka qenë në kohën e komunizmit që nuk ka ndryshuar toponimet. Si që kishte radio apo televizioni i Maqedonisë. Flaka i veti besnik ideve të saj, që më thënë, Shkupi nuk ka që i Shkopje, Ohri nuk ka që i Ohrit, apo Shkëshovën Kishevo. Më thënë, vetëm atë e mburë që ka punu në Flak,
po ishte koha e pluralizmit kur partitë politike shqiptare nuk kishin përvojë, edhe ne gjithë gazetarët kemi qenë në përplasje me politikanë, për shkak se ne nuk kemi lejuar që atë të na neve të na dirigjojnë, po jemi munduar ta themi të vërtetën edhe t'ia servojmë popullit shqiptar një të vërtetë që deri atëherë nuk kishin pas. Me dha vetëm atë që ka thënë Komiteti Qendror, ndërsa me ardhin e pluralizmit Flaka ishte dritare e vetme, e cila e ka një mënyrë objektive, edhe atë me përgjithësi të plotëse në mënyrë objektive, pa mos u përkur partive politike janë munduar të thonë vërtetën.